Ky udhëzues konsiderohet një udhëzues orientues klinik dhe jo një protokoll përfundimtar terapeutik. Orienton profesionistët shëndetësor në procesin e rekomandimit apo të referimit mbi terapinë hormonale për individët që janë të interesuar dhe referohen në shërbimin e endokrinologjisë. Udhëzuesi mbështetet në praktika dhe rekomandimet ndërkombëtare, si dhe në vlerësimin e një ekipi multidisiplinar me specialist klinicist, profesionist psikosocial, specialist të shëndetit mendor. Çdo rast vlerësohet individualisht nga ky ekip multidisiplinar dhe nëse individi shfaq patologji apo ka patologji të caktuara, përjashtohet nga ky udhëzim në varësi të vlerësimit klinik. Gjithashtu, ky udhëzues ka karakter thjesht klinik dhe zbatohet në nivel universitar në shërbimin e endokrinologjisë si struktura referente për terapinë hormonale. Udhëzuesi nuk trajton dhe nuk përcakton skema rimbursimi për medikamente dhe terapinë hormonale. Në të përfshihen vetëm rekomandimet të përgjithshme dhe tipe të ndryshme të terapive hormonale sipas praktikave klinike. Hartimi i protokolleve specifik të trajtimit dhe çdo vendimarrje mbi rimbursimin janë procese të mëvonshme, të cilat zbatohen me vlerësimin klinik të individualizuar të pacientit dhe në zbatimin e praktikave rregullatore institucionale.